Më nuk do të ketë me që të dashur turbo Einbürgerung apo marrje e shtetësisë gjermane me procedurë të përshpejtuar siç ka qenë deri tani në ligjin e mëparshëm prej vetëm 3 vitesh. Pas Bundestagu tani edhe Bundesrati gjerman e ka vendosur pra që të hiqet ky rregull që dikush mund të marrë shtetësinë gjermane për vetëm 3 vite, pra është fjala për personat që janë të integruar mirë. Ky rregull më nuk vlen që do të thotë se shtetësia gjermane nuk mund të merret më para 5 vitesh. Gjërat e tjera miq të dashur nuk ndryshojnë që do të thotë se për shtetësinë gjermane mund të aplikohet pas 5 vitesh, kuptohet nëse i plotësoni kushtet. Për të marrë shtetësinë gjermane duhet të keni edhe testin e gjuhës gjermane, duhet të keni pastaj edhe kursin e integrimit, duhet të keni lejen e rregullt të qëndrimit në Gjermani që mundson marrjen e shtetësisë, siç është për shembull titulli Niederlassung, pastaj duhet të keni punë të rregullt, të ardhura të mjaftueshme për jetesë, nuk duhet të keni probleme me ligjin dhe kushtet e tjera, por këtë më së miri u thonë pra kur të aplikoni për shtetësi se cilat kushte duhet të plotësoni. Ndryshe, me ligjin e ri nuk hiqet as 2 shtetësia, që është shumë e rëndësishme, apo shumë shtetësia, siç thuhet në ligj, që do të thotë se edhe në të ardhmen mund të mbani pasaportat e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut apo dhe ndonjë vendi tjetër dhe të kërkoni edhe shtetësinë gjermane. Pra tani është definitive, pas Bundestagut edhe Bundesrati e ka miratuar ligjin për marrjen e shtetësisë dhe ka hequr mundësinë e marrjes së shtetësisë pas vetëm 3 vitesh, që do të thotë se ky rregull më nuk vlen. Të tjerat mbeten pra siç kanë qenë, siç edhe e shpjegova pak më lart. Nëse doni, shpërndajeni këtë video dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia sepse kështu ju vijnë informacionet me kohë. Faleminderit dhe mirupafshim.